Në vitin 2025, Republika e Kosovës u përball me disa procese zgjedhore. Disa të rregullta, por normalisht jo konstruktiviteti i partive politike, solli edhe zgjedhje të jashtëzakonshme. Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës me 9 shkurt 2025 i kushtuan vendit hiç më pak se 7.9 milion euro. Pasuar me zgjedhjet lokale, raundi i parë në tetor e i dyti në nëntor, sipas raporteve të deritanishme të KQZ-s, u shpenzuan 8.1 milion euro. Menjëherë në muajin e radhës e të fundit të 2025-s, zgjedhjet e jashtëzakonshme buxhetit të Kosovës ja morën rreth 7 milion euro. Vox Kosova ka pyetur Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se sa do t'i kushtonin vendit edhe një palë zgjedhje të reja, të cilat me sa duket janë të pashmangshme. Por ata thanë se aktualisht nuk kemi ndonjë planifikim. Një shumë e tillë duhet të miratohet nga KQZ dhe kjo do të ndodhë vetëm në rast se do të kemi një proces zgjedhor. Shuma e shpenzuar vetëm në zgjedhje në 2025 ishte 21.8 milion euro. Paramendojeni, këto vlera të investoheshin në rrugë të pambaruara, projekte për policinë, FSK-n apo te specialiteti i pushtetit të Albin Kurtit në energji elektrike.